gjitha ato nuk ka mundësi, mirë po unë jam të e rekit tel, edhe të ju thonë çdo kun ku po shkoj pejsha në për të bime. Unë i thras familjet e postra themeltare që në konë teshtra me konë në proces për të mirën e Kosovës duhet me qenë gjithë edhe njëherë si ku në kohën e rëgovës. Nuk mundës për herë. Nuk mundës për herë për 2 javë 3 një muj, po për shë që ka fillue aj organizim. Unë kam qenë, edhe nga Mërgat kam qenë një 2 javë rresht. Atë do ju pyesja. Për Mërgatën të shpresat më shumë i ka varur Kurti aty, edhe ka më shumë besim që do jetë minjer për atë. Unë isha në Mërgat, në Zvicër, në Gjermani, në Austri, ku më nejtë një 2 herë ka 2-3 ditë vikenda, dhe aty posh, unë individ, nuk jam strukturë. Unë jam vetëm si individ, dhe mrena një vikendi, ku më pos ka 4-5 tubimet dhoja, që e përkrohin edhe i kanë dhezë motorat, e kanë po që orientimi i Albin Kurtit nuk është aj që i zgjedh problemet të Kosovës, nuk është aj që e bëni fjallë orienton morë, po pej ati binorve që ka qenë është rrezik me dorë pej binorve treni. Aty ku thuhet se nuk na duhet lidhja me Amerikën, aty ku thuhet se këfuri Amerikan nuk na duhet, aty automatikisht i mund një simpatimi post për këshme, me thonë për vota, se trit nuk i bojnë me ndësere, nuk i thonë që ty ka shpetimi, aty unë mendoj që është rrezik i madh i dezorientimit të Kosovës, e këtë dezorientim, unë mendoj edhe ku jumnar ku mendu shumë, në momentet kur Kosova u orientu marë, orientu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i përjetëshëm misia, dhe armiku jonë e po që për njëherë Serbia është fjona, njëherë për njëherë është orientu marë, nuk ka aty që ka mund me organizimi tyne, me mujtë me na hjek për ati orientimi, atëherë ata ja rrinë qëllimin, me na dezorientu, me hjek organizimin prej këtyre binarëve, edhe me këthy ndrejtimet kundërta, atëherë është i dëmshëm. Një fenomen është i dëmshëm shumë që e do Serbia njëve, e dënë me na shtiv, a ke po sa gjamia ti kanë bërë në për Kosovë, i ke po në për një numër i madhë. Thët, mi hu orientimin prej përendimit të mu këthy ka lindja, që është një fenomen i rrezikshëm, i papranueshëm, na i kem fetë, po i kem fetë edhe të tradicionale edhe shumë mirë, po kem investim të madh në drejtim. Ajo shkon në dëm të Kosovës e në favor të Serbisë. Që arriti qëllimi, që unë po mendoj që nuk do të bënë, se në strategjia amerikane ajo që i lenë, në fund e gjonë udhën. Mirë po rrezik i madh është këtë drejtim më hirë. Ju kanë edhe lidhën demokratike me shkatru, këto 2 fenomene që ju kanë, është rrezik i madh për Kosovë. Për ata, do të munduan a me dhonë atë qamoj për shtetin e Kosovës, për forcimin e lidhës demokratike, për kthimin e familjës që duhesh atë posta në gjithë Kosovë dhe jashtë e brenda, dhe është të vret se ka shenja pozitive. Nuk muj me thonë 100%, po ka shenja të mëdha pozitive në drejtim, edhe në Mërgat, edhe brenda. Zoti Geci, keni vijat kuqe për koalicionet pas zgjedhore, apo mendoni që mund ta formoni vetëm? Mund të keni në nivel të atillë që të kaloni vetë 50-shën? Unë kam mendimin tim, partia me siguri, ajo e ka një mendim, po unë jam brenda atij organizimi, unë luftën e bëj për shtet, lufta për shtet është i pari që e merë, a i ka drejt me thirë, me bon koalicione edhe me bo shtetin. Nëna duhet me di që presidenti Rugova në atë ku i mur dykërsoj 47 deputet 50, edhe thëj që duhet edhe tjetë me ka 5-6, e thëj ton, unitet demokratik, nëna duhet shtetin. Me 7 delegat, do më thonë, na duhet unitet demokratik, nuk na duhet edhe na krejt një parti më vetë. Kjo është shormi demokratik. Ka më shumë gjasa me PDK-n apo me vetëvendosje? Si që, gjasa përpjekjet janë me mujtë me bon, se do ki qore ti pa bon me dikën. Unë nuk jam me bo vijat kuqe edhe me maltretu popullit. Duhet shteti më forcu, kem punë më të mëdha.
edhe duhet programin me unifikue, me ecë për para, me këshyre kem punë lëm, ne kem punë shëndetësi lëm, kem punë ndarësim lëm, i kem hub 1 miliard. Kë shikoni më afër në këtë rast, më të mundshëm, pra nga VV-ja apo PDK-ja? Unë kam vendimin të, në komunën tonë i kam 6 shokë drom. 6 shokë drom. Tanë në shajat që krevët e PDK-s janë ata që kanë vro njerëz për me morë pushtetin. Pra ndaj, vota jam nuk shka për PDK-n. Nuk shka, vota jam, partia mundet një mendim është i kjo artë e din edhe krysia, kurse pra tjetërën unë, krysia vendosë. Do të insistoj që është mirë, ata me vendosë se na duhet shteti. Nuk ko vijat kuqe, nuk bendoj që duhet më punë më të meqëm se na duhet shteti. Pra, një koalicion me vetëvendosin, ju jeni pro pas zgjedhjeve, por me kushte që të bëhet shtet, jo për pushtet. Lufta e jam është për shtet, ne të më bërë luftë brana partisë. Partia jonë është në interes shtetit me urrit edhe me dole para. Nëse del e para është e mira Kosovës. A mujmë kësoj role, as mujmë mëra 4 vjetë, LDK-ja duhet me morë pushtetin edhe njëherë nëse duhet të mirë Kosovës me jetë gjithë ta binoret që ka qenë, që nga kalon presidenti Dregua. Por nëse s'është e mundshme, na nuk mund pa kufi me kohë këto i note, do të milion do i note, nuk janë serbe ato, shqiptare janë parti. VV-ja është e majtë, krejt e majtë është, po ne nuk na ka vro. Nuk na ka vro, nuk na ka vro. PDK-ja ka përgjegjësinë para familjeve të dhe para shumë tjerëve. Do të merrat përgjegjësi. Edhe unë e marr përgjegjësinë. Shiqo, unë e marr përgjegjësinë. Ju kum thonë edhe atje isha në hog, ju kum kallëzue. Do ju pyes, edhe për atë do ju pyes sepse kishim gjetur kryeministrin atje Edi Rama. Juve ju ka mbetur në merak nga ajo që keni deklaruar apo që nuk keni deklaruar atje?